pa mas, besoj zërim dëgjohet deri në fund. Kam përshtypjen që një pjesë e duart rokitive tuaja nuk vin nga fakti që do flasu, po se eventi ton po I vjen fundi. Janë 4-5 veta këtu në sallë që kanë pas fatin e keq më kenë marrë pedagog, dikur, do të shkuar në largët. Edhe besoj e mbajnë mend që unë kur hyja nëpër seminare, do thoja studentëve që seminari për sosur është ai ku unë nuk flas pothuajse fare. Sepse të gjithë janë përgatitur, flasin, diskutojnë, edhe pedagogu thjesht shpërndan fjalën. Një parti e përsosur është ajo ku kryetari nuk flet fare ose flet shumë pak, ne po ja dalim të krijojmë një parti të përsosur me kandidat shumë të mirë, me prezantues shumë të mirë, nga ata 57 veta që u përmend emri këtu si kontribues në programin, shumica prej tyre janë kandidat për deputet Lëvizjes Bashkë, dhe prania tyre në parlament ka për ta ngritur jashtëzakonisht shumë lartë niveli e përfaqësimit në Shqipëri. Unë kam shumë për zemër Homerin, edhe Odiseën e Homerit, është një ngjarje aty tek Odiseja, ku Odiseja me shokët e vet duhet kaloj në ata anijën e tyre pranë disa krijesave mitike, me një zë shumë të ëmbël, kështu që të marrin në qafë edhe ti shkon hidhesh në det edhe mbytesh. Tani, në këto 2 vitet e fundit ne kemi dëgjuar shumë krijesa mitike që na kanë thënë mos u merrni me ide, mos u merrni me programe, shqiptarët duan gjëra thjeshta, 2-3 fjalë, hopa, bum edhe gjithçka shkon përpara, ama ne nuk I dëgjuam këto krijesa mitike, mbyllëm veshin, dëgjuam qytetarët dhe kemi paraqitur një program të jashtëzakonshëm. Kemi prezantuar përpara jush idetë që do ta transformojnë ekonominë, shoqërinë dhe politikën shqiptare. Dhe fakti që këtu në ketë ndoshta ku diun 400-500 vetë që me durim për mbi 2 orë rrinë dhe dëgjojnë programe, dora në zemër është e para herë në historinë e tranzicionit në Shqipëri, që ata ju kanë përërë në zemër. Programi Lëvizjes Bashkë që do votohet në këto momente në website-in tonë është 177 faqe, për plot me ide, do kenë vende dhe partit tjera të na kopjojnë. Kopjimi I ideve është e vetmja, ose vjedhja ideve, është e vetmja vjedhje e ligjshme, e pranueshme, madje dhe duartrokishme, kështu që copzat I ideve tona keni për t'i dëgjuar gjithandej në spektrin politik, po një lloj si ai nxënësi kopjac në provim që mund të ketë kopjuar nga nxënësi I mirë, mund të marrë ndoshta një notë për afër, mësimi nuk ka për ta mësuar tamam, dhe nuk do të jetë I Zoti as t'i mendoj gjërat, as t'i bëj gjërat në mënyrën e duhur. Programi ynë është, unë do doja ta quaja një program për transformimin e madh të Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për një transformim të madh, ekonomik përmes shtetit zhvillimor, social përmes mekanizmave të rishpërndarjes dhe të shëndoshjes së shërbimeve publike për qytetarët. Ka nevojë për një transformim të madh në termat e shtetit të së drejtës, ku të vendoset drejtësia jo vetëm penale, po edhe shoqërore, një herë e mirë në vendin tonë. Po të gjitha këto janë të pamundura në qoftë se nuk kemi pjesëmarrje demokratike, qoftë se qytetarët nuk dalin prej pesimizmit, dëshpërimit, indiferencës dhe nuk marrin përgjegjësitë e tyre. Ne u kemi thënë qytetarëve që ditë e parë që kemi themeluar Lëvizjen Bashkë, ju falenderojmë për votën, por nuk mjafton vetëm vota. Nuk mjafton vetëm vota. Vota po, patjetër, por duhet fjala, duhet përpjekja, duhet angazhimi, duhet kontributi sado modest financiar, duhet ndjerë vetja pjesë e një lëvizje të madhe që aspiron ta transformojë për smiri vendin tonë. Do ta mbyll me një thënie të para 100 ca viteve, ku thuhet se kur një ide e madhe pushton popullin, ajo kthehet në një forcë materiale. Kështu që idetë tona, programi ynë, përmes angazhimit ton, përmes trokitjes në 10 mira, 100 mira dyer, përmes shkuarjes në çdo treg, në çdo park, në çdo shesh, në çdo lagje, qytet apo fshat, idetë tona do ikin nga letra, do ikin nga lartësia e abstraksioneve dhe do të kthehen në një forcë materiale që transformon një herë mirë dhe në mënyrë emancipuese Shqipërinë.